I rritur në një familje ku tensioni politik kishte mbjellë një klim të ashpër para gjykimi dhe ndëshkimi, Razip Ago, një fëmijë inteligjent dhe dëshirë të edhshme për t'u shkolluar, do të kishte vetëm një ëndër, të kapërcente vështirësitë biografike dhe të mund të diplomohej. Në fillim, ëndrat e tij do të synonin shkollën e mesme. Prej aty, ai e dinte se me përpjekje të mëdha mund ta synonte dhe realizonte ëndrrën e kahershme. Historia tregoi se rruga e tij e shkollimit ishte kaq e gjatë, e ndërlikuar me pengesa smir, xhelozi, spionime, letra anonime, ndërhyrje dhe padrejtësi, sa po ta dinte që në fillim, mbase do të ishte dekurajuar, por ëndra e tij nuk e lejonte të shihte pengesa, por vetëm finalen që i hapte dyert e jetës. Si që tregon Razip Ago në këtë pjesë të dytë të rrëfimit të tij për dosjen K, pas mbarimit të shkollës 7 vjeçare, atij ju mohua për 5 vite me radhë e drejta për të vazhduar shkollimin. Më pas, kreu 2 vite shërbim ushtarak dhe vetëm pas 7 vitesh pritje ju lejua të ndiqte shkollën e mesme në Dvoran. Ishte i pari nxënës i asaj shkolle që do të vazhdonte studimet e larta dhe do të diplomohej për mjekësi. Por pranimi në universitet nuk i dha fund përpjekjeve. Në vitet e studimeve, hijet e luftës së klasave do ta ndiqnin deri në Tiranë. Pas një vizite në fshat për të parë gjyshen e Sëmur, Razipi kuptoi se aty ishin ndezur më tej fitilat e smirës dhe armiqësive. Këtë mendim do ta përforconte kur të kthehej në fakultet. Atje do të mësonte se përndjekësit e tij kishin shkuar deri në Tiranë me letra anonime kundër tij. Ika në Tiranë, kur ika në Tiranë, më thot një shok ishte atje që erdhi tha njeri nga ata, tha të grabos se një filanin ti tha një kësi. Si thash unë kemi qenë në një bank dhe jemi rritur bashkë. Edhe i tha që po shuhet, tha ishte tha myftari me gjithë teatrin e këtij Azenil, po shuhet lufta e klasave të në Grabos. Që luftë klasa si thanë ata? Po ja këshu, po këshu. I folën për këto i zetin, këtë kushin e partë plakut. Edhe ai s'foli tha për Xhaxhan që ish kryetar komiteti, kurse kish folur ky Jati. Tani, ky a ndrojt nga unë, kish folur dhe për mua atje, nuk më tha mua gjë sot. Ata kishin bërë një letër pasaj në këtë kohë. Bërë një letër, më thanë aty në fakultetin e ka ardhur një letër, jo ta shpjem në rektorat e njëri tjetër. Më shpun deri atje, nuk më tha gjë, më ishin Xhemaldini atje, tha iki, tha se kemi sqaruar ne vetë. Një letër anonime kishte mjaftuar që e shkuara e familjes së tij të rikthehej sërish në tavolinat e organizatave dhe strukturave të sigurimit. Akuzat e vjetra do të rihapeshin edhe një herë kundër Razip Agos. Tash në këtë letër kishin shkruar që ky gjyshi ka qenë me bandat e Hamit Matjanit. Kaloi nga ajo balliste njërin tjetër, kaloi në një teatr. Edhe ata një japin urdhër dhe brendshme edhe komiteti i partisë të Korçës. Dhe ngarkojnë nën kryetarin e Degës, e ishte edhe shefi policisë, një Fane Xhuveli, ka qenë edhe zvendës ministri brendshme. Edhe vjen e sqaron ai aty në organizat. Këto mi tregoj mua, po them ky sekretari i byros që mamaja kishte djalën e Hallës e kështu të parë. Po mi tha vonë, nuk mi tha ato vite mua. Do me thënë, unë dhinja ka gjë që më thanë ata të fakultetit. A ju kishë ardhur që andej kishë mbledhur organizatën edhe ishin 3 djemë që kishin shkrojtur ata. Për mua. Po të mësuar nga organizata, ata. Për Razipin, goditja ishte edhe më rëndë, sepse shumë prej njerëzve që e akuzonin ishin persona që ai i njihte prej vitesh. Unë ata të vjemë të njeri ishte në zooteknike e merrja kur shkonim që na Grabocka në Korçë, i pagonja makinën, i jepja drekën e takonja atje. Edhe me teatrin Njisha, edhe me teatrin. 2 nga ata vajtën në shkollë, u kthyen ata, nuk u vazhduan, vetëm.
Edhe thot njeri nga ta, që të litni një ju, i thot Fania i pyet ata. Njeri ishte 52 nga ta, ka vdekur i shuari. Ata 55-a. E mbani mend mirë ju Saliago, në thotë, po ne na kanë treguar prindrit, thaj, kanë treguar prindrit da ikni jashtë. Po dale, tha njeri, tha kemi të tjera. Dalin jashtë këta, thë se me këta kaq kam unë edhe qëndroni ju. Tani na flisin ju që dini për Saliago. Po njeri thoshte kam takuar një policin mashkullor edhe më tha ku do veshi, thash. Më tha që do vetë arrestojnë Saliago. Pa ju ka vdekur, thash. Njeri thoshte takova në Panalit filan vend. Njeri një teatr, edhe ju i la. E tha, kur të dërgonin në një letër teatr, binin me një emërus të përbashkët se këshu. Njeri thot këtu, njeri thot këtu, thash. Ja tani do të them unë, tha fjallën, tha, e degës brendshme, edhe të komitetit partisë. Është hapur, tha, arkiva e degës punë e brendshme, me urdhët e Enver Halilit ish sekretari dytë, po sekretarët e dytë ishin shefa sigurimi për komitetin e partisë aere. Është e dyti rast në Shqipëri, thëtë. Edhe ne s'kemi gjetur gjetët. Nga i gjetët ju, që ishin atë. Atje ka vetëm një gjë, ka të shkruar, ka thënë një mësues që unë kam parë Salin që lafosësh me një arqiran burka ju me Bariam Topçiun, që kujdes atje. Ose që ishte kuj kujdesja tjetër, dollën dokumentat e pa oni atë pasaj. Që ishin falso ato. Me gjithë se vazhdon të studimet, Razibi thot se ndjente vazhdimisht për ndjekje dhe survejim, pra pas skena të panumërta do të inicoheshin kundër tij për ta detyruar të ndërpriste studimet. Vazhdon të shkolla. Po vazhdon të po aty ishe i si suverjuar unë aty qupë në fakultet. Se sa kanë vajtur unë që jemi futur në konvikt, një nga shokët tim, që do unë e kisha besuar, a ju kishte thënë që Razipi është me tuberkulosë. Edhe më merë mua kujdesari konvikt, ishë një Kosta Gaçeve, mi bejmë radioskopi aty në Lagja 10. Më paj, unë atëre isha dhe shëndoshur e zbukuruar, se i ka nga puna që kisha vajtë në fakultet, se që ki këto, ati, po ata, thonë ata dhimë, dhe jo, tha, mos e ashtu, tha, se i vristi shpirtërisht. Unë dëshonja në një, ishte një natë librazhet, një shpëtim Bariami, the unë shpëtim, pse ma beret? Të gjë tha, kishte një djallaj, se dhe i mosha ime ishte. Unë tha për kokë në këti djallë që nuk kam thënë asë një gjë, unë po e ke nga ta tendet. E mora me mend unë që e kishin thënë. Pata dhe 2 rastet tjera. Qeshu. Edhe aq i dëshpëruar jam, kështu. E dyta, nuk e di unë se çfarë i tha një na dire dinase. Ajo kur dhash për sa u futa unë atje mora tezën Razip, sa nuk të vetë do të 10, tha unë, tha se ishin 3 pyetje gjojash, ato ishin më të renda më ranjera nga ato pyetje, nëse përgjigja unë. Ky vajti atje, edhe mbeti s'fliste dot edhe po qante kështu, e ka ajo kështu, po e pash që gjysmën e vitit ajo ndryshoi, kush e di se kishin spionuar ata. Dhe si përfundim nota ime ish ngatruar me 5 atia. Kur veten sekretari unë që mora notë i them unë, është kështu ajo, po ndë këte ishte një Fatime Hasa, se ishte ndryshuar sekretarja, ishte e punata Alex Budës. Do të them që edhe aty kishte miqësira, kishin komisarë, nuk ishin pedagog ata. Ata ishin komisarë shumica atyre, nuk ishin pedagog. Ata i kishin informacionin majt gjuhës edhe ishin këta qështu. Razipi tregon se gjatë viteve të fakultetit shpesh përballej me padrejtësi të tilla dhe diskriminim për shkak të historisë të tij familjare. Sipas tij, shpesh rezultatet që ai arrinte në fakultet gjykoheshin dhe tjetërsoheshin padrejtësisht përmes biografisë dhe jo meritës. Po jemi aprovimin, profesor, do të vë një 8, unë tha ty, pse s'më vë 10 i thashun. Po çe do 10? Po le ta kemi, i thashun, atje s'dihet atë. Po nuk të bëjnë pedagog, më tha mua.
Po pse së më bëjnë pedagog, edhe ai pati si që ishim tavolinë, më zuri përvejshi mua. Qa thot me diu, më tha mua. Me diu ishte dënuar ahere. Atëre mora veshun, erdi, tha po rri aty dhe do mere mun me nesti boçka dhe ajo nesti shumë burri mirë në Korçë. Tha në erdi aty, tha po ti mos ki frikë, tha se ne nuk do të bëjmë problem, tha të heqim ty, tha tani në vit 5, se mbarova vitin e 4, në isha në vit 5. Në kujtesën e Razipit, një nga ngjarjet që rëndoi më shumë mbi familjen e tyre ishte arrestimi i kushëririt Mediut. Pasojat e atij arrestimi, siç thot ai, u ndjen menjëherë edhe në jetën e tij studentore. Kur kanë marrë Medin në burg, ne kemi operuar baban, Ceken. Edhe isha këtu unë. Beshin votimet, ka qenë 12 tetori 78-ës. Unë i ka ndeu, thash ma nisni atë vërtetimin, se i ka shpejt në postët, e mora në postët, unë ishte një qupë që njënim neve aty ishte në ajo zona jo, edhe mbajtjet edhe votova unë këtu. Këta kërkonin mua që a kisha votuar, ishte berë problem në fakultet, kur më ndjekin mua një dy, që kishim një dy, që punonin operativ, kishte qenë një dilaver të opqiu edhe një teatr atje dhe një ishte nga Boboshtica, një Berticina Police, kisha pasun klasën. Hajde mos se po të kërkojnë. Edhe bëm telegramin neve nëpërmjet degës brendshme se ishin thyer shtyllat e nuk qarkullonte e zeri atyre. U bën fortunë e madhe. Që morëm, kur vetë atje, unë më thotë, Ylli Sarolli na, basë e ke dëgjuar, ishin na Pëndavinj, na Trova këta. Po ti tha, që mua dëshmë hoqe testën e njëre, ta shikoshe, ta beshe. Po unë votova, i thashun e ti, që votove, nuk la gjej pa thënë ati. E kisha mirë aq shumë atë, pasaj ndryshoj opinion, nuk donte të më shikonte, deshe dhe të më linte në klasë. Mirë, po nuk e mori vesh ajo që kishin arrestuar këtë kushëri. Se po ta kish marrë vesh, mund edhe të më kishin përjashtuar. Tash dhe unë nuk e mora vesh që kishin marrë Medin në burg. Ndërsa familja përpiqej të përballonte arrestimin e Mediut, një tjetër barr rëndonte mbi shtëpinë e tyre. Vëllai i Razipit, Feridoni, po përballej me të njëjtën biografi që i kishte ndjekur prej vitesh. I ka në Tiranun, vjen ai vëllai që na ka vdekur, se na ka vdekur një vëllai e Feridoni e quanin atë. Kishte mbaruar teknikë ndërtimi. Të mesme. Edhe u kishten edhe atyre, se ishte edhe mamaja në spital, edhe plaku, atje që këshu Medin e kanë marrë burë. Po do ikte edhe ushtar vetë kë. Pa ju ka vojtur më shumë na unë këtu e ti shumë. Ja dhanë bursin një herë për në pedagogjike në Elbasan, ja këthyen, këta të byros partisë aty. Edhe ja dhanë të ndërtim Korçë. Tani nuk ishte punë e shkollës preferenca, po ishte kjo se pse në Korçë ajo ishte me të drejtë, kështu pagese. Ne ku kishim plaku ishte ashtu, mamaja s'ka punuar asnjëherë se ishte smur. Ato motrat ishin martuar. Por, sipas Razipit, goditja nuk mbaronte me shkollën, apo me mundësitë e mohuara. Në ato vite, edhe një arrestim brenda fisit mjaftonte gjë dyshimi të shtrihej mbi të gjithë familjen. Edhe do ikte ushtar. Një motër që na vdiq tani sa afërmi ne, ishte martuar në Ershtek Selenica, jo? Vajtën fjetën me ata atje neve. Do të dorëzonte dokumenta se do vinte në Zallher për ata oficerët që të zinin e here. Kemi ikur më kemë që nga Selenice Kolonjës deri në Korçë. Atje vajtë më i them, unë i qikë më para ati doni se mbeta këtu unë ashtu në jepja. Veta ju, kishten aju oficeri djallu plotësuan vendet të nuk e vendet. Ishte bera ju ishte them të azjen majtë fundës se më doli për para mua atje, këshu më tha aju oficeri. Vajta unë e njënja të oficerin, Sali Bregu ishte në Panarit ishte. E kishim në qikë në mamaja.
Se mund si e shpuna ati Razip, po ti e kupton vetë. Po qarë e kupton një thashun, pa ju s'ka dalë akoma në gjyq, tha ju kushiri, po qarë keni ndërmend, thashun të na, arrestonit gjithë ju. Razipi tregon se më vonë mori vesh nga Mediu që emri i tij ishte përmendur nga hetuesit, ata jo pa qëllim, ndërsa e torturonin në hetuesi e pyesnin Mediun për Razipin. Më ka thënë mua në dokumentet, me ka thënë vetë Mediu, atë ditë që më kanë marrë, tha më pyetën që ke Razip Agon kështu, edhe më goditin stomat, njeri tha në gjalla pas 3 orësh. 2 herë më kanë pyetur për ty, tha dhe s'më kanë pyetur. Këto më shumë ishin për fshatit aty për organizatës ata. Ata nuk donin që të ecja unë ata, që benin e që spiononin. Razipi kujton se në ato vite e ndjente presionin dhe luftën e hapur nga të gjitha anët. Madje thot se shpeshherë më shumë goditej ai që përpiqej të ecte përpara në jetë se sa vetë personi që ndodhej pas hekurave. Në fund, megjithatë, ai arriti të mbaronte fakultetin e mjekësisë, duke realizuar ëndrrën për të cilën kishte luftuar prej vitesh, por peripecit nuk kishin përfunduar ende. As diploma nuk do t'i jep të fund pengesave. Kur erdhi momenti i emërimit, ai kuptoi se vendimet për të ardhmen e tij nuk merreshin vetëm në bazë të aftësive profesionale. Mbarova më ato, atje më erdhën, po më pyeti atje, ishte Durim Bebeci. Një burr i shkëlqyer, ishte miriu nga tërë. Ku të kanë caktuar, ku t'i thosha unë? Në një spital rural, i thash unë atje. Por erdhi një herë këtu në Korçë, ai më pa mua aty në spital se kishim që ndenjëm një 8 muaj, neve 2 muaj për pavionet, më tha, po ti pse më thema? Po ti se di ku jam unë, i thash unë. Edhe i tha shefi qëndetësi Syrja Jallarit, po këtë tha, pse se mbajte këtu, ti tha pa. Po i cakton komiteti e një në tjetër. Pas viteve të gjata të përpjekjeve për t'u arsimuar, Razip Ago kishte marrë më në fund titullin e mjekut, të cilin e ushtroi me shumë humanizëm dhe përkushtim në fshatin Trebick, ku shpëtoi shumë jetë njerëzish dhe nënash e fëmijësh në kushte dhe mjete të vështira. Por sfidat e tij nuk kishin përfunduar. Emërimi në Trebick do të hapte një kapitull të ri, ku përkushtimi ndaj pacientëve do të përplasej vazhdimisht me mungesat, survejimet, spionimet e vazhdueshme dhe paragjykimet e kohës. Si do të punonte ai mjek në fshatrat më të thella me kushte të vështira për të shërbyer pacientëve dhe t'i shpëtonte burgut që prej kohësh i kishte hapur dyert për të.